Shikues të nderuar, mirëmbrëma. E hap mision të këtë emision jashtë studiove. Jemi në karantinën, mund të them, më të famshme në Kosovë. Është një karantinë që ndodhet në Gilan. Është një karantinë special, që thonë këta bota e këtyne njerëzve që janë me ndikim global. Jemi në karantinën e King Vali Corleones në Gilan, në Sicilinë e vogël që e qunë këtë Kosovës, Gilanin, në vidhën e tina, plot drita, plot atmosferë, plot dizajn, plot detaje, plot krokodil e kemi në tavolinë. Vali, mirë se gjetëm në shtëpinë tonë. Po, mirë se jero. Ati hjeki, ati la. Mirë po dukush. Mirë po duk, na? Okay. Po thua? Po, ja. Okej. Val, sa s'ke dalë për vidhës tonë, që sa ku nuk e dalë, hiq. Se janë do masa që i marë në Kosovë, në mbarë globin që e qunë ti që. Ka kush mës me dalë, morujt. Yes. Jo, në kështu në natën dalë çdo natë bëj xhiro. Natën? Po, natën. Po, kështu, nuk e di, mu edhe nuk më dilet shumë, edhe kështu, edhe pa këto elemente. Okej. Kështu që, mirë, kështu. E ditën apo del, Kingu? No, nuk më dilet. Ditën nuk del? Jo. Natën po? Natën po dalë. A e ki të lirë me dalë, dhe Kingu e ka të lirë me dalë, për kondër masave që jenë marrë Po, dalë, me respektu. Si, dalë. A e respekton këtë udhëzimin e Ministrisë Shëndetësisë? Po, dakord, respekt për ministrinë, po unë dalë natën i bëj do xhirot e mia. I ban kështu? I bëj. No. Veta me ekip, King? Po ka njerë vetë, ka njerë dalë me ekip. Okej. Tregona, Kingu, çka mendon ti për këtë koronavirusin? Një pandemi që ka kaplu këtë botën. Edhe mandej e keni po një status të quajnë që ke thonë që vakcina është zbulu dhe ka më shpënda nga njerëz tu gjithandej globit. Jo, shpëtim, nuk kam rrjetë social, s'kom shkru kërkun. A, te kanë mbylla? Po, mi kanë mbyllë, po. Okej, çka mendon për koronavirusin? Po, koronavirusi është një virus që me elementet e mija, mendoj që është i prodhu me një laborator privat. Okej. I cili mendoj që është gjujt, është lëshu nga ajri me drona në për disa shtete. Dhe pastaj gjithashtu është edhe në gjitse. Gjitse? Po, absolutaj. Dhe koronavirus, di se disa njerëz mendojnë që mos e ka bo Amerika, apo mos e ka bo Kina, apo Rusia, këta. Absolutaj asë njona për këtyre se ka bo heqë. Për kundrazi, i ka zonë flight, këtë outside. Krejt këto shtetet më të fortat në planet. Kanë zonë gjumë? Gjumë krejt. Mendoj që koronavirusin e ka bo mafja më e fuqishme në planet dhe më e pasura në planet. Cila? Është ajo më e pasura në planet? Po, ajo mafja më e pasura në planet dhe më e fuqishme në planet është me rënjën nga fshati Corleone, Palermo, Sicilia. Okej. Dhe mendoj që ka bo për një hakmarrje ndaj inteligencës globale. Do me thënë, ka diçka inati dhe hakmarrje madhe me inteligencën globale me gjitha shtetet e planetit. Okej, po ti ke deklaru më herët që ki lidhje me këta në Sicili, me familjen Corleone, edhe nga ta dhe rjedhë faktikisht ky emri yt Corleone. Jo, nëse pyet për Corleone, se quna është të vërtet se i vetmin planeton quna Corleone. Po. As ata në fshat Corleone që jetojnë nuk kanë të drejtë më shujt Corleone. Ata s'kan drejtë më? Ja, vetëm unë planet quna me Corleone. Okej. Edhe kjo është do me thonë, s'u di shme thonë, do është da dikush dhe trashëgimi. Nuk beson, po vetëm unë kam të drejtë më shujt me Corleone. Dhe kjo është ajo që... Edhe po thu që virusin ata e kanë bo, mu hakmer ndaj inteligencës globale. Po, kanë ata, mendoj, unë shmendoj. Mendimi jam kjo që kanë inati dhe hakmarrje ndaj inteligencës globale. Okej, atë kanë kontaktu ty ata, Val?
Jo, përpara kom pas shumë oferta kësi sene, para shumë viteve, po tash pasi do varë gjëra tjera janë kriju e do gjërat është më ndryshme. Edhe pse ti nuk ban pjesë në grupe mafiozë, ti ban pjesë në këta princat që janë të hapun ndaj botës, nuk je ti ndaj diktator me qënë qështu, ose ndaj grup mafiozë që ban probleme në glob. Ti je pacifist, ti njëri i jetës, ti ban chill. Për kundrazi normal, që unë nuk jam as kryetari i mafjës. Dijet ajo? Nuk jam, po është një sen interesant. Se mafjat ma të fuqishme në botë kanë shumë respekt. Për ty? Shumë respekt kanë për mu. A tutën a respekt? Po edhe tutën edhe kanë respekt, edhe dyat. Kur thëmë që unë i vetëm në botë jam shishuar me Corleone, atëherë ka diçka. Do të thonë, ata e din që kush është, edhe kush e bën lojën në glob. Po, puna e globit apo planet mos t'ja nej se ato me 33 vjetë e kom përfundu ku njerëzve i dokët ondra, ku me di që i dokët, apo fantazoja, ku me di që i dokët. Ka me kalu tash t'i valë që kjo farë halakame globale me quj, që kjo farë? Po, mendoj që kalon, po diçka së është interesant, se mendoj që unë edhe ma herët, afërsisht që kom të regu që ndodhin këto se në për planete. Mas kësaj ndodha alo diçka të li farë elementi. A mos besoj ishin nga njëherë, jo vali po ban filma, jo vali po ban ashtu. Po je, që ajo problemi. Mandet kur po bëhet, ku je val? Ku je val? Po, dhe je. Apo mandeti qësh po, ndaj këtyne qësh po reagon, ku po të thojnë val ku je, që ka me bo tash na, ka mja maj tash na, cila është përgjigja jote, King? Po unë ashtu, si që me të thëmë, nuk më intereson, a din shumë kush nuk beson, unë ato të mijat i tregoj. Okej. Pastaj alo kohës, kuptojmë. Mi marë, i merë. Po, kush do mi marë, i merë. Po të mijat mund mi marë vetëm njerëzit që janë shumë të fuqishëm me tru. Okej. Do me thonë që e kanë inteligencën, koeficientin e lartë. Shumë të lartë. Se për ndryshe të tjerë nuk mundën me më kuptu. Së mund me të kapë, thu? Na, se në më kapë kërkon heq. Heq? No, absolutely. No. Okej. Val, që shpe kalon tash jetën, apo ki njerës si po të vim me të vizitu, dhe se ti e ki pas një jetë ndryshe për neve tjerve që jemi njerës të rëndëm, ti e ki pas një jetë, më me thonë si në filma, edhe plot njerës të kanë orë me të vizitu dhe mu këshilu dhe mu me të rëgu gjona që vish ti din. Ja. Po, unë shpëtim qysh me ketë jetën, filmat, unë i kom bo filmat live. Po, do më thonë real. Real. Unë filma nuk shishoj, po filmat i kom bo live. Po pra, do më thonë i ki kriju ata. Po, kështu që alë gjithë më e interesant i shka. Kur gjo? No. Apo të mungojnë? Po, s'po di që me thonë, vetëm kështu interesant së më vjen alë gjithë në planet. Kur gjo? No, absolut. A ka diçka në këtë glob val që ti kështë pas qef me bo, nështë a ka nësen të pa mundur me bo për ty në këtë glob? Jo, mendoj që nuk ka. Nuk ka? Nuk ka. Ja, nuk ka. Kur gjo? No, nuk ka, nuk ka diçka interesant, apo diçka të pamundur, nuk ka. Okej, tash qësh një është ti kur e ki gjithë shka të mundur? Qësh farë ndjeni është Val, kur ti e ki gjithë shka të mundur, për shumë? Ashtu, njejtë ndjem. Njejtë? Njejtë, diçka, nuk më vjen interesant, kupton? Nuk më vjen interesant, asgjë. E kur e njën tjerë që thojnë s'mujna me boni punës se kemi nevojë për këto, çfarë ndjesia është? Po, mendoj që ashtu janë edhe gjithë njerëzimi, shtu thuti. Po. Amo, unë jam element tjetër. Element? A ti element, Vala? Po, jam elementi number one, numër nishi. Ai që sillen elemente tjera. Ai që sillen. A ka shumë elemente në glob, Val? Po, qysh nuk ka, mama mi. A mo te je unikat? Po, si. Qysh po do këtë gjendja në Kosovë, Val, tashti? I kthehemi pak vendit tonë. Mandej dalëm në glob, mandej shkojmë në planete tjera. Po kthehemi back. Po, back. Okej, dakord. Qysh pesha gjendje në Kosovë? Po, në Kosovë, mirë. Mas pari, Kosovën e du shumë. E di. E du shumë, gjithashtu edhe mdoj shumë. E vërtet. Dhe kështu që
mirë mendoj Kosova, gjërat mirë, po s'po di. Politika për shembull Val. Ç'po po duket skena politike jona? Ç'po duket kryeministri jonë, ç'po duket presidenti jonë? Okej. Po ashtu baze i përmende, mas pari faleminderit, thank you prej kryeministrit tanishëm, se para 1-2 vitëve ma ka përmend emri dhe mbi emri në sallë sportov në Gilan. Okej. Ka thonë Vali Korleone Trimi, diçka. Nuk kanë, do më thonë, nuk kanë tregu. Okej. Okej, dhe mendoj që për kryeministrin edhe ai është një trym, mendoj që është edhe ai një luftar. Mendoj që është një luftar shumë i madh edhe ai i Kosovës, sepse ka ndajt në burg të Serbisë. Dhe shpëtim e ndajt në burg të Serbisë, apo në burg të armikut është shumë problem. E vështirë, po. Është shumë e vështirë kjo punë. Dhe kështu që bravo, komplimente që kanë ndajt ashtu e okej. Por njeri nuk bën me qene edhe kokfort. Po thu që pak kokfort kryeministri, ja? Nuk bën me qenë kokfort, edhe pa marrë parasysh kush për këtë politikës të Kosovës. Duhet me ndëgju Amerikën. Okej. Do me thënë, Amerikën ke kush ke për politikës në Kosovë duhet me ndëgju. Sepse nashta edhe njerëzit nuk kanë dëshirë dikush me pranu, po Kosova është Amerikës. Okej. Amerika ka po Kosovën, kështu e ka prute, këtu e krej. Me ndëgju po thua Amerikën. Okej. Po. Presidenti King? Po, edhe presidenti është shumë i mirë. Edhe kryeministri është shumë i mirë. E qartë. Po, normal, presidenti e ka pas shumë mirë që e ka thirrë kryeministrin, hajde shkomi bashkë në White House, Washington. Okej. Mendoj që presidenti e ka pas shumë mirë. Gjithashtu me shku po thua? Po, kondash me shku, absolutely. Okej. Gjithashtu mendoj që presidenti e ka pas shumë mirë për me shpallë gjendje të jashtëzakonshme. Sepse, kur mas pari gjendje të jashtëzakonshme shpallë Serbia, që dje ke pas armik, koronavirus planet, edhe ti dush me shpallë, dush me më koni nga dishmëri me këtë elementet, si për virus, si për ndonjë gjëmat voglën. Gjithashtu edhe pak mi pa njerëzit, populata, mi pa pak edhe ushtrin kanë shef, pak me jesë në rrugëve, kamionat e gjërat e, se si mësu mi pa kur, kanë dëshirë, nuk po të nomi. Kupton, Po për le dalin? Le dalin. Le dalin nga pak. E kështu që mendoj që mu nuk më pëlqen që kanë i nati nërmës veti. A kam pëthu këta ka pak i nati, ha? Po, ashtu, tu gjujt kundra, disa. Okej. Jone e bëj, jone s'ta bëj, jone s'ta bëj. Po, nuk ka kuptim për i poplit ashtu me po. A ki pas Këta val... duen, shpëtim këta duen mu qaf. Këta? Duen ketë mu qaf. Mu përqaf? Presidenti, kryeministri, Mu pull, ketë parlamenti. Mu faqe në cukë. Po, në faqe do të mu pull, se jo. Po, më është. Po, sepse Kosova është e vogël shpëtim, këta mi këshyrë krej dalin është a vlazni. Një autobus njerëz. Po, te... E s'mu përqafën këta pëthu, do ti e kini mesazh që këta mu përqafë ka pak. Parlament, mu përqafë në mbledhjet qeverisë. Donë mu... Kuvend, pse jo? Mu përshafe, donë mu dasht. Okej. Donë mu dasht, sepse këta kur të bojnë kështu, disa shtete për rreth Kosovës shumë gëzohë. Kanë qef. Gëzohë shumë. Kanë qef. A ki pas informata që ka më rëzu qeveria, King? Nuk ju marrë me këtë punë, me të thonë shpëtim, ju marrë me disa elemente tjera. Po. Okej. Po, edhe njerë për ceki, Amerikën ke kush ke do të me ndëgju. Se ndoshta Amerikës o të i tregu dikush qa me vepru. Ndoshta i tregoj edhe one, për marrë për shembull, ti nuk e din. Okej. Qa me vepru, i bjen, për shembull qa me vepru diçka për mirë, për Kosovën. Nuk do me thonë që Amerika i bën keq Kosovës. A i ka në herë King në shtëpi të bardhë, White House? Ato gjërat i kam sekrete, nuk tërgohet. Nuk jem kona, qëfar linjat, qysh linjat.
Këtu nuk i tregon ti për Ja, publikun. vetëm Është normale, Amerika është normale. është number one e që do Kosovën dhe Kosova është Amerikës të pëlqej punë e madhe. E Amerikës. Që kjo puna? E Amerikës, kujna ti pëlqen mirë, kujna ti pëlqen salut, qa mi bone. Po, na do të me dash, për të më thonë Amerikën edhe me respektu Amerikën. Po Amerika nuk e vetë fortikon apo më dasë, Nuk e vet, po. Nuk e vetë, s'ka ko. S'ka ko. Nuk ka Po. Okej, King. E kena pa një farë zhurmë mediale për Begjet Pacollin. Po, okej, Ka atëru në Tiranë. okej, po, Mandej u tha që e ka sjell këtu presidenti, okej, në Kosovë, po, me makinën e vet zyrtare, dakord. VIP. Çka mendon ti? A kena informat kush e ka prunë Pacollin në Prishtinë? Po, mas pari komplimente për Pacollin, Po. komplimente, mendoj që është një njeri shumë i mirë, njeri drejt, i qetë, e që shpo thuti nëse presidenti e ka marë, Ata thanë, ata kanë thonë, mendun që e ka sjell presidenti. po dhe me pas Ai e sjell, demantoi po dhe me jo. pas sjell qa ka lidi. Po, bre joni është. Qa ka lidi, bre? Aha. S'po, qas që, ai presidentu, Po. ai president hën tel, kur dush. Po, hen. Ai është, do me thonë, presidenti i vjen number one i shtetit, Po. nishi. Që ka drejt me hyrë me dalë sa ardon. Po ai së nërë, le dikon sa president, kanë me pyt ai. Okej. Ai dikon ma ullë së në pyt, a bën me shku. Salut. Po ka, që unë s'po di qa me tonë. Jo, s'ki që ka thumë më shumë. Po dhe, Bravo, King. Po, dhe. Okej, e ti kur del kështu jashtë kufeve, a i tërgon në kujt? A kina i leje speciala ti ki ato linjat tua, të unë i kom komunikimit ato të rrugës? elementet e mija, Elementet. ato elementet e mija sekrete që unë kur talë, unë e di që shtale, që shhije, Okej. ku hije. Do të thonë, nuk ki nevojë të kërkon me lajmëru prej këtyne. Ja, unë kam dashuri për këtë politikën e Kosovës kështu. Nuk diskutohet ajo. Dashuri kam, serios. Bravo. Se mos me pas dashuri, thonë, ja, mërë qëfart. A pi ban komunikimet me këta princat global, King? A ki komunikim zyrtar ose jo zyrtar me ta, privat kështu? No, unë i kam do elemente tjera që shtatë seka, Po. kështu pak gjërat si sekret. Okej. Elemente tjera. Ino, a më të pyet peri Prishtinës, a ki informata, a ka vdek Kim Jong, diktatori i Koreas Veriut? I pam do lajme që ka vdek, mandej do tjera që nuk ka vdek, edhe është gjallë dikon. Festival mund është me ditë. Po, fix ende nuk e di, po nëse ka vdek, ndoshta edhe ata mundohen edhe mësme të tregu, mundohen edhe me bon, ndoshta edhe ndonjë kopje tina. Okej. Varet që është politika mbrëmshme atje në Kore. Atje është komunista, atje është politikë Varet që komuniste, ata izolim, shëshojnë. po izolim. full. Edhe me vdek mund me pa që me bona një kopje që mos mu diktu. Pa të thonë ma herët në emision të une që ajo është peshpirik. Po peshperik Kimin. është, po peshperik, pse jo? Hala vazhdon me qenë. Po peshperik. S'ki komuniku kur me to kështu. Ja, se me peshperik. Po, në më unë i vogël, nuk qëmë peshtë ti. Absolutely. Cili është njeri më i madh në botë sipas teje që është kështu, taman king, strong. Po me atë syrin tem që shëshon planetin, Ti që sheshe, po. nuk ka njeri të madh në botë. Nuk ka. No. Okej. Ja, nuk ka. As ti? Ti je jashtëtoksor, faktikisht. Jo, nuk jam jashtëtoksor, se jemi dulej në tokë. Okej. Edhe Apo në kuptimin kështu, kam mish, në kuptimin kështu, Amo, do me thënë, kështu diçka në planet nuk ka qas të mlaj. nuk ka të maj. Se di vetë që akum vepru, që shkum vepru me ato qërat e mija me 33 vjetë që i kum kry, Po. sekret, kështu që nuk ka. Okej, do më thonë njëri më të madh ose më i madh në botë nuk paska. Nuk vlen ky epitet më i madh ose më i vogël, ose njerëz ton. Kështu, Po. njerëzit e planetit Po. mendojnë se ata shiqojnë ndryshe. Aha. Edhe mendojnë që ku ka i madh qaj, apo ai Po. presidenti ati shtetit, ai kingi ati shtetit. Po, unë që shon ndryshe, ai Okej. syri jam, Aha. nuk ka njeri më të madhe më ndikim në planet se unë, që akum bone. Qa ki boti? Po. Okej, e tash ti ki ky krejt me 33 vjetë. Po. Apo duket më interesant me tu? No, së më vjen interesant mua, atë shë. Hiç, edhe me dek s'ka lidhje mo. No, së më vjen interesant, atë shë, absolutely. No, absolutely.
Kur gjë, domethënë ti s'ke punë pa kry më në këtë botë. Gjithçka i kum kry, s'm vjen interesant. Apo të bëjmë presion këtu shtetet tjera, për shembull Val, këto që kanë ndikim, për shembull G20, që është sheti, kur këta mbledhen o diskutojnë për çështje globale. Okej. Të kanë përshtypje. G20, me thonë drejt, kur t'i shishoj, më dokën si me pa kukla. Si kukla? Si kukla. Ata? Po, si kukla. Edhe çka flasin temat të kota për ty sigurisht, ti ke kry ato. Pa ata flasin diçka që ata s'guzojnë me bo as luftë në planet, as që vetëm diçka, adin najfar disi, najfar kungji njëri tjetër, najfar se elementet vogla. Të vogla. Ato të majet kanë kalu më jënë krye. Nuk janë bëthu ata për elementet të mëdhaja tashmo, ti ke kryet të mëdhaja, tash janë më the thash që thojmë na. Njerëzimi mendojnë që kur tash G20-ën o tu i pa. Ata respektojmë e zonin? Po, absolutely, po. Pe pimi do uj, pra. Po. Salut. Gëzuar, me uj. Ka përfundu dhe thirrja e ezanit, Val. Po, okej. Mos ti e ndëgjum këto ezanin, a ke agjeru? A e agjeron këtë vit? Jo, no, Okej. nuk jam tuninu. A mo e respekton? Po, shumë respekt me Njerëz shumë që- dashuri po. për Ramazanin, absolutely, thot. Po, absolutely. Bravo. Kem të G20-a, Po. që e ndërprejtëm. Po thu që ata janë të vogël dhe ty doken kukulla. Mu më doken si kukullat. Kukulla. Po, si kukullat mi blim baby shop. Si kukulla me blim baby shop? Si. Okej. Ken, kthejme edhe njëherë të që ky izolimi që ka ndodhë. Apo thrasin njerëz, apo kanë nevojë njerëz me folë me ty, se është një farë presioni psiqik që kemë ne të mbyllë, është, nuk është lehtë. Po, A ka njerëz rondo. që dojnë me të pa, me të thirrë, me të ndëgju, apo ka ndaj kështu ndaj përplasje, apo ka ndaj presion ndaj teje, King, me të pa, me folë, me të ni, me të ashtu. Po, absolutely ka. Po, online. Ka. Po, Ka. online, po. Okej. Po, full. Full. Po, full. Dojnë me të pa njerëz. Po, absolutely. Okej. Kingi, kthehemi te jeta pak private e jotja. Ti ke një jetë që e bën shumë special në Kosovë, Po, me femna, po. me numër të madh. A mund të më tregu deri sa ka arrit tash numri, se ty të lëviz shumë shpejt numri i vajzave. Po, me thonë seriosli që nuk ka njëri në planet që ma kalon me numër të femrave që kum pas njëtë. Nuk ka, domethënë, planet. Ja, nuk ka në planet. Domethënë, ka kalu shifrat, Nuk ka, dikur që më kalon. apo mund të qenë King? Po, më varet, vetëm, do me thonë, po tash më,
Po pritoj, s'di. Po priton. Po pritoj edhe mu taku, me dalë. Tu kam bo pak edhe kështu... Po. Monoton. Po, kuptoj. Rutinë njëjtë. Po, Shumë femna, njëjtë. shumë luks, shumë jetë. Po, ashtu njëjtë, s'di. Shumë njerëz po thojnë Val që është çrregullu gjumi i njerëzve në glob. Qysh e ki gjumin tash ti? Qysh me bën gjumin ti? E ki pas një gjumë interesant, 3 ditë lajshe, 3 qajshe, a ka ndruna i sen kjo sistemi i gjumit të Kingu? Po, kështu në varët, nga njerë zhomë në orën 10 më nxez. Po. Nga njerë dita jote normale. Nga njerë zhomë në orën 5 në bramjës. Çka ban një ditë normale, Vali? Çka ban? Çka han? Çka a përgatit buk në herë vetë për qef Kingu? Po, shpëtim. Dim që i ki këtu njerëzit që janë shërbim të Kingut, po kanë janë njëre dhe për qef ban diçka vetë. Po, këtu janë disa elementet që edhe këtu i kam do elementet sekrete që nuk kallëzon. Nuk muj mi thonë, mi tregu, skuza. A han buk, Val? Po, ha. Për ditë? Po. Okej, se nuk në shtimë të kapë. Po. Dhe më thonë, han buk normal, që këtë natyrë, pastrosh, qosh, del, ecë. Po, absolutely. A këshyr filma në herë? No, nuk shishoj filma. Kur? TV nuk shishoj. Okej. Ndëgjon muzikë? Po, muzikë njerë, po. Shqip? Po, edhe shqip nga njerë, po. Të pëlqen muzika jo? Po, absolutely. Po. A të pëlqen ajo më e vjetër popullore, apo tash kjo moderne tash kjo? Edhe popullore nga njerë edhe kështu, modernët. Jemi këtu në borën e villës tonë, King, dhe peshomi një po dominon ngjyra zezë me të arit, me këtu një kombinim interesant të kipo Val. Si? Sa mund më konë kosto e Valit mujore me shpenzu Vali për një muaj, për shembull? Po, me të vërtet nuk e di. Nuk e di se në varët qa veproj qa... Çfarë elemente është në funksion? Po, qa po veproj e gjërat, nuk e di, nuk e ku më shishu kërë ato. A mo, e ka një kosto, bukur të madhe, nësa është jashtë mesatarës. Po, kuptohet, ajo normal që... Ai 3.000 euro shkojnë pa dalë për shpis, që tu për një ditë. 3.000 euro pa dalë për shpis? Po, bre. Për një ditë? Po, bre. Se do ditë mujt janë... Se bajnë rakia, elemente tjera, sa elementi vjenë e shkënë. Apo banë privat party King këtu? Po, se kemi atje pjesën tonë ku e ki kështu VIP. Po, private club. Po, private club. Apo banë party privat kështu? Po, ka njerë po, pse jo. Okej, a vinë njerëz me ndikim që aty në qatë klubin të Po, vinë edhe me ndikim, po, absolutely. Femna që i nje publiku, a vinë? Që i nje shikusi jo, që i njojnë po, vinë tinza. Tinza vinë? Po, yeah. Kështu në masat sigurisë të larta, të repta, nuk ishe kërkush as. Po, që mos mu diktu. Okej. Nuk diktohen, ti ki masat tua preventive që i merë para si marrë. I kapi, kap atje dhe kap këtu edhe prap back i klej. Prap back? A mo me orë vinë? Po, vinë. Edhe nota është full? Po, full. Tani dalin TV aty bojnë, kishe kurqa. A po, a? Ka kësi valë që vinë edhe thojnë na po, a din? Po, kishe kurqa bojnë. Aha, okej. Pse që ky aligator, Crocodile King? Po, sepse Crocodile është King of Jungle, mbreti xhunglës, e nuk është Luani. A po, a? Ja, Luani nuk është. A ka ndru tash? Po, jo që është ndru, po ju e sheni gabim. Po që të është problemi njerëzve të rëndëm që janë kështu kotë. Po, na shumë kemi thonë gjithmonë Luani është... Ja, Luani është një masë e madhe, ku Luani sulmon më të voglin apo më të doptin. Ai nuk është mbret. E ky? Crocodile sulmon më të fortin, edhe atë number 1. E pse ka lot kur e kap gjahën ky? A ke mujt Val? Ti e din sigurisht. Se ndjehet shumë happy. Edhe mandej dalin lot. Yeah. E pse me qitë ngjyrë të kuqe? Më thonë është ndoshta shumë special, se të kuqe nuk ka në situatë normale aligator
apo krokodil me ngjyrë të kuqe? Këtë krokodil ma kam pru dhurat do shok nga Parisi. Okej. Është pundore, Kate, dhe kështu që thank you aty me shokve. Është special, po. Kate pundore? Po, Kate pundore. Okej. Val, pa të thonë që ushqimi i preferuar është trut e krokodilit, po. Pse bashkë sa të ushqim të hanë? Është shumë i shtrajt, mandej. Po, është ushqimi... Kemi bo një kërkim që është shumë i shtrajt në tregjet e ushqimeve më të shtrajta. Po, është ushqimi number one në botë, më i shtrajt në botë. Trut e... krokodilit. Krokodilit. Po. Çfarë shije kanë, Val, se unë s'kom hongër kur trut krokodilit? Po, e kanë ashtu një shije, sërish, më ta thonë, shumë beauty, shumë të mirë. Okej, a ka shumë, a ka shumë kështu? Ja, nuk ka shumë, no. Nuk ka shumë, pak trun. Pak tru ka. Po, kemi pas trun kësh folë. Me pas trun kësh folë. King, kthehemi pak të Kingu kështu fizikisht. Okej. Që të mjekër se ke pas ishte musteqe. Po. E ke boni ndryshim. Po, e ke boni farë premi ndryshe, e ke pas këtë ndryshe. Po, po. Pse? Se ti çdo gjë që ndodhet te ti e ka një farë burimi, ha? Po mirë pe thu. E ka një farë gjeneze. Po, mirë pe thu. Po, mustashët janë atë stilin, që shme thonë, të kaubojve, apo së shme thonë. Po, këto mustashe më shkojnë vetë mu në planet. Veç ty? Po, e di që jetë të thonë pse, vetë me veti, pse kishë mu. Pse veç ty, se tonë mi dalën qëtu, musteqet? Këto mustashe kështu, do me thënë, për mi bajt dikush, duhet njëherë me lujtë ruski rolet me vetën. Çka i bjen kjo tash, me ma përkthy pak ma... Kjo i bjen kështu. Hajde. Unë kom qenë njëherë me një 3 shok, para disa vitëv, dhe e pa të nëzirë një pistolet Magnum me rot. Me mulli, që i thojmë. Me mulli, dhe e pa ta shtim randa vetëm një plëmb. Okej. Në rot, dhe e pa ta sil rotën kështu brrrr, dhe e pa ta mbyll, pa e shishu, dhe e pa ta provu në veti. Dhe një shok jem, pa të kajtë në zoqi, ua, mama se provo që e të bo. Dhe do me thënë kjo është shumë diçka interesant, që unë kum lujtë ruski rolet me vetëm para 10 vitëm. Zhgonëra? Jo, real, 3 shok i kam dëshmitar. Sigurt? Sigurt, 3 shok dëshmitar. Dhe, për mi baj dikush këto mustashe, duhet me lujtë ruski rolet, për ndryshe nuk i shkojnë. Kështu që vetëm mu më shkojnë planet, s'ka lujtë kërkush ruski rolet me vetëm. Veç ti? Ti mendove që njëm kingi pa hirja? Ja, nuk s'ka shans pa hirja. Ja, me hiri, se ja, ti je... Okej, e mjekra? Po, lidhet, korrespondon. Lidhet. Okej, e pas ke rregullu dhëmbët, që thojmë na, shqiptarët. Edhe po i shoh do detale, nëse nuk jam po gabim. I ke lanë 2 pak më të mëdhaj këta dhëmbët e syrit. Dhëmbët e maj. Po, pse, qështu i ka pas veç Dracula? Po mire ki Dracula, po. Kjo është një new style, një stil i ri. Nalë pak nëse mundes mi zbëru pak për shikusin tonë. Kinga! Kjo një stil dragon. Dragon? Dragon style, një stil ma i revi në planet. Ma i riu? Po ma i riu. Me i lanë 2 pak ma... Po, ma të mëdhaj. Apo të pengojnë? Dhe ma letë e kisë mish, në kupton. Aha. Apo të pengojnë, King? No, absolutely. Vetë këtë është me bo këtë style? Si, po. Nuk pengojnë këtu të buzat e... No. As ku të hangë shushqim? No. As ku të puthësh, as... No. Ka njerë kështu dhonë po mesin dikun... A mesin ka pak? Okej, qëfar materiali i ki dhëmë? Zirkon, benjerz? No, i kom special kejti shka. Special? Po, special. Ku i maru këta dhëmë tut, King? Këtu dikunan jashtë? Po, materiali ka për jashtit, po pas taj në Gilan mi kanë punu. Okej. Po. Amo materiali është special. Janë shumë special? Sekret janë këtu. Sekret? Po, sekret janë. Dhe më thonë është stil i dragonit dhëmit, këta 2 dhëmë të syrit janë... Absolutely, dragon style. Dragon style. A janë të fuqishëm për me kap? Po, absolutely. Dhe më thonë se ki problem me gic, me kafshu, No. gjahin, sikur ky, sikur... Yes, absolutely. Interesant. Po, E pse kini tatuazh dikon në trup Illuminat, atë simbolin e... A je pjesë e
Illuminat? Jetu thonë, po, tatuja Illuminat. Po. Unë jam ai syri Aha. i syrave, që e shoh planetin edhe galaktikën që nuk mundi me pa jo njerëzimi që shoh. Po. Na që jem kështu atë Njerëzimi. na pishpirikat. Jo, si një bishmirika. Na elementet e vogla. Jo, si një bishmirika, okej. Aha. Se kam shumë love, shumë dashuri për njerëzimin. E di. Edhe për juve, edhe për ty, e di. Amo, do me thonë, unë shoh diçka që nuk e sheh njerëzimi, që shoh në planetin. E pse s'ta tregon kur val, për shembull, çka sheh syni yt, veç i man për veti këtë elemente. Jo, no, se frigoni, no. A po thu bota është e frikshme val, nëse e shohim reale kështu. Po, realitet. Ju gjithë shka sheni gënjeshtër. Na? Po. Okej. A ekziston syri i tretë? Që thonë syri i tretë, që është një sy i Syri tretë. tretë, no, unë e flasë për syrin të syri jam shishon ato që nuk e shishon askush tjetër. A beson Zot Kingu? Absolutely po. 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 Do me thonë, kuptot, Perëndia Po. që ka kriju tokën e njerëzimin, Qiejt. gjellin e hanën. Absolutely. Beson domethënë Kingu? Po, Perëndin, po. Bravo. Po, Perëndia është, kuptot, number one, nishi. Universi, ai që kontrollon çdo gjë. Po, absolutely. Okej, a ke ndryshu diçka në trupin tënë mo, pe që semi po bashkë në intervistë? Vath po t'i shoj, ki dy vath interesant është, s'ke pas vath, ndoshta ke pas një, nëse nuk gaboj, ta që ki dy, cilët janë vath të mbushën, kështu pak të plot. Po, nuk e Çfarë di. materiali janë, dhe pe ku të kanë orë, dhe kur i ki vendosë, dhe çka do me thonë këta vath në vesh të Kingut? Nuk e di, vath i kam, kështu dy vath i kam, është një domethënie që nuk më me ta tregu, kështu materiali që shpëthu ti, janë gold rosé. Rosé? Po, rosé. Do më thonë dhe goldi ndërmat, Po, rosé. vetëm ai diamanti i zi është pak më i shtajt si ky roséja. Po, gold rosé, po mendoj është ashtu. Hala preferon Versace-n e Donatellës, hala s'ke ndryshu naj mark, me do në marka tjera. Po, me Versace, ma mirë me icë pak. Ma mirë? Po. Apo supporton Versace, a ti Versace më supporton? Po, Se mja vesh markat e Versace-s për ata është nderë, besoj, kur i vesh Kingu. Po e din ata këtë. E din? E din. Okej. A ke vendos asi qipa më në trup? Se ti ki do qipa në trup? Jo, kam po njëm këti qipirat full. I qipirat? Po, këtë full. Si kur kjerët ku jashton 5 kualt fuqi. Këtë pejsa, e Dhe më thonë, ke vazhdu prap me investu në këto... Jo, njëm i qipirat fullës, po himi janë aj. Full? Full. Okej, pa të thonë ma herët që ke blet tokë ose parcel, ma mi me thonë parcel në Mars, a ki hala? Jo, s'po di, më duket njëre këmë thonë që nuk ekziston as Mars, as kur që për pas hanës dhe djelit ekzistojnë, po këta nuk kanë pa ende planetit tokë, njerëzimi. Vetëm gënjeshtra, do më thonë. Nuk ekzistojnë Ja, to? gënjeshtra, në që Marsi, Jupiteri, ato elementet, gënjeshtra. Këta ende nuk kanë pa për pas hanës dhe djelit asgjë. Nuk ka pas NASA, as Kina, as Rusia, as Evropa. Nuk shojmë, më thukë. Ja, nuk kanë pa. Ti a i ki po? No, nuk i kom pa, ole, Sekrete janë. po, kupton që nuk kanë pa. Kjo është një realitet që njerëzimi nuk e dhe. Mendojnë që janë të pata me elemente të tyre. Po më intereson, Val, qësh reagojnë njerëzit kur të shohin në rrugë ty? Shumë mirë kështu reagojnë, adën normal, adën i hapin sy. Habiten pak. Që Kingi. Po, mu nuk më vjen diçka interesant, jam i mësu me këto elemente. Je mësu? Po. Pse pingri, më falë, pse pingri hunë, Val, gjithu, a përdor naj substancë No, nuk... narkotika, vete ki shprehi? Apo pënerdh pak? Mirë që pyte. Jo, nuk përdorim Kolumbia, që ki fjallën. Përdor, kur gjapi këty në elemente? A janë elemente këtu? Elemente janë edhe këto. Po, mbrëm, kena bo grill deri në mëngjes, edhe tash pak si ftoft, kështu që... Ti nuk përdor kësi? Ato herët i kum kalu. I ki kalu, po? Herët i kum kalu ato. Nuk merresh me to ma? Jo, be herët i kum kalu ato elemente. Ato janë thjesht. Qysh ka me konë
përfundimi i njerëzimit, për shembull King. Ç'është është botën ti, në të ardhmen. Jo përfundimi, e ardhmja e botës. Po qëra herë. Qëra herë. Okej. Qëra herë. A dalim pak kthehemi edhe një herë te Kosova jonë e dashur, se ti e dën Kosovën. Okej. A jeti pro për shembull shkëmbimit territoreve? Me marr Kosovën lindore, Luginën e Preshevës, Bujanovca dhe Medvegjë, edhe mi dhon diçka Serbisë. Po kështu shpëtim, është një realitet në ish Facebookin tem para disa vitëve. Po, do dalim pak ma vonë te Facebooku mandej. Pse s'ki Facebook? Jo, vetëm po të tregoj. Në ish Facebookin tem, para disa vitëve, këtë ide jam i pari që e kum shkru. I pari, e ke shkrujt? E kum shkru. Okej. Pastaj këtë ide e kanë vjedh. Po në këtë ide e kum thonë edhe një herë, para disa vitëve, me një element sekret, dikun. Në element sekret? Po. Me naj të bim sekret? Po, se kupton e diçka. Askush nuk mendon për shembull çysh ndijnë ato nonat në Preshevë andej, fëmijët andej. Ata çdo natë sa flajnë, mendojnë që një natë apo një ditë kur të na myt ushtria e Serbisë. Këto ju se mendoni. Kur kush Kosovë s'po mendon. Tash të jeni rahatu, krejt edhe salut s'po doni me një, kupton? Tash pse mos me ardh shqiptarët e Preshevës anej me Kosovë? E ke ardh. Po thu val që pjesën veriore më javdhon aty ne. Kështu. Për me marr Preshevën andej me shqiptar. Do të me dhonë diçka ka sërb andej. Po thu verion. Se shumica sërbë janë pjesën veriore. Po, janë sërbë. Sepse kjo i bjen një herë për gjithmonë mu ratu ky shtet. Po thu që i pari e ke boti këtë Po, këta e kanë vjedhë, ta të regova që këta e kanë vjedhë këtë ide në Facebookin të para disa vjetëve. Po, edhe unë e këmë thonë njerë me një element sekret. Në të kuptomi. Kjo i bjen që mu rahatu një herë për gjithmonë. Na, me ata? Po, mu rahatu. Të regova që flajnë me frigë. Flajnë me frikë që një natë na mysin. Po, ushtria Serbisë. Ata në Preshevë, po, kanë frikë. Po, Preshevë kanë frikë. Okej. Tash, qysh ti dush me këthy në veti, qysh mundi një non e këtujt kur s'flenë me frikë. Se na e dimi që ka qenë këto lufta e qysh. Dhe, gjithashtu, ata flajnë me frikë. Ata duhen me ardhë me Kosovë, normal. Okej. Edhe sërbët atje në Kosovë dveriut, le shkojnë në Serbi. Presheva knejle dhe me neve. Kupton. Këto e këmbonë unë edhe si ide njerë me një element sekret, ta të regova. Ti e din që pasoria e madhe Kosovës është pjesën veriore, është Treqa, është liçeni i Ujmani. Shpëtim. Po, këto janë disa elemente që... Po, unë jam i vogël për të, po unë po thash... Janë disa elemente që dikujna, edhe mu nuk më intereson qëfar pasurie ka ndaj, apo qëfar ka ndaj. A i di pëse? Hajde. Kur i shliron njerëzit. Po. Val, po thu që mja udhona verion, është edhemshme Val se... Po, është edhemshme edhe ata me jetu me frigë. Kosova lindore. Po, Presheva me elementet e veta. Edhe ajo është edhemshme. A kisha shku ti? Qush po mendon ti? Me marë Preshevën anej edhe mes me marë... Mas me dhonë kur gjo. Mas me dhonë kur gjo, po që shqetu thonë. Po nuk bëhet ajo. A s'kem na mundësi me marë e mas me dhonë kur gjo? Ja, ashtu nuk bëhet, ashtu vetëm me luft. Me luft, okej. Me luft nuk donë kërkush luft. A kisha shku ti... Vetëm me pash jemi të thonë. Okej, a kisha shku ti me Serbinë me bisedu? Bisedime? Ja, unë nuk shkoj me Serbinë me bisedu, po nëse Amerika e ka vendos këtë farë pune. Këtë element që Presheva me arme neve, andej ka janë sërbet me dhonë. O kryk për kja puna? As presidenti i Kosovës, as presidenti i Serbisë, as parlamenti i Kosovës, as parlamenti i Serbisë, së në ndryshon, nëse ka vendosë Amerika.
Ka të kanë atë punë. Amerika është baba këtë që po Ka të kanë atë punë, vetëm bojnë pili, ka të kanë. Këta pili. Edhe ata pili, Amerika pili. Amerika vish evulos. Evulos. Po, nëse ka vendos. Dëgjëm. Hajde. Amerika ka dëshirë me smetlon në Bela. Me Serbinë, do më të pastru. Amerika edhe syri jem ka pa ma largë. Që me smetlon në Bela, do me thonë të ardhmen, rinia, fmit, adin me smetlon në Bela me dikon. Me të shliru një herë për gjithmonë, kupton? Okej. E ju me ndoni qysh me dhona atë pjesë, me marrë këtë pjesë, që të mërën veti, qysh njët në najote, më konë në nej, më ju silë kamionat e Serbisë të ushtrisë. Le të kiti me volë këtu, kupton? Po. Amo ja, no. Amerika nëse ka vendos, me smetlon Bela, atër së në nalë kur. Së në nalë, Ja, s'kur së në nalë atun. As ti? Jo, unë mi thonë elementet sekrete nalën, amo nuk e thëmë, nëse ka vendos Amerika. Thuj bre, vish të kësiovi thuj, nalë të qysh. Mas në ametat beri. Ja, nuk i thëmë. Thuj bre vëlla. Ja, nuk i thëmë. E pse e vëlla? Ja, kur nuk i thëmë. Vish kësiovi, kur mo? Ja, kur nuk i thëmë. Posh, kitë natë, vish kësiovi vëllavja. Ma më së mbëbej, se kur si thëmë. Kur nuk mojmë. Mas në merë veri unë bre vëlla, se vish kësaj radhe, edhe kur mo, u kry. Ani Që me unë e po të ndona, lësë publikisht. Ani me ndona. Vish kësiovi, thë Amerikës. Ani ma si po më lutë me ndona. Okej, mos na merr veri unë. Ani Se me kem ndona. ujmonin, trepçin, gazim, adin janë këtu krejt tona, ta bëdin. Dakor. Elementet tona. Ani me ndona. Edhe mo, unë në thafsha E mo. qysh me lonë tani për shevën anë e Jo, kejta, me milona ta. marë për shevën na. A, mos mjallon veri unë. E po ja, ashtu s'ka ashtu. Po thua, Ashtu të bota ti krokodajl me hongër kejtë vetë. Ashtu s'ka kërkun. Po mos e jonja braja pjesa aty. Edhe ajo ku në jonja val, ti e din. Ti e din po të elemente vëlla, Po ma i mes dive këto jone. elemente, po tashti na jemi shtet. Po. Kosova është shtet në veti. E di. Kupton? Është republik. Po, parlamentare. Është republik, gjithçka shkon me marrëveshje, me paqë. Okej. Peace dhe love. Ama me thonë, paqë dhe dashuri. ti mi thonë Amerikës aja ty të nganë, unë e di Po me shto. thonë elemente sekreta ajo normal. Po, thuj vëlla, kësi edhe u kry mo. Po, ani pëse në ashta i thonë, po s'garantoj për këtë punë. Okej. Po. Okej. Edhe një hekë shto mitësisht, mu është mi Dakor. thonë. Dakor. Pa i prish ti ato elementet Jo, unë edhe mi A, thonë vëdim? shka dush ajo s'prishët. Po se ti ato këtë vëllanë, qysh? Ajo s'prishët, unë American. qa dush me thonë, s'prishët, vish e merë save, accept. Vull, Po, stamp. po, e vullos me njerë. Okej. Voli, so kemi e tuti? A ki planifiku këtë punë? A nuk e di, vetëm perëndia e di. Perëndia që më ka pru në këtë botë dhe në këtë tokë. Okej. I përmenet disa herë rrjetet sociale, Facebook, Instagram e këtu. Pse s'ki valti këtu? Pse s'muna me gjithë kur? Ose kërkon në asni fanpage zyrtar tonin, ose naj Instagram, ose naj këtu elementet online që janë. Po, e vërtet, nuk kam as Facebook, as Instagram, do me thonë, as gjë nuk kam. Gjithë shka janë mbyll, qash i shojnë popullit i shka, janë falcë. Nuk janë tua, Nuk janë nuk tua. menaxhohen prej te Ja, ato. no, janë gjithë shka falcë, mi kanë mbyll sepse mendojnë inteligenca globit që une pastoj foto me koda, Aha. shkruj me koda, Kush i kupton këtu fotot me koda? ata mendojnë që une po gjuj diçka në për planet, do koda, kupton? E kështu që janë do farë elemente pak ma fellë që s'uni kuptoni. S'ni kuptojmë, Po, e di. absolutely. A ki apelu për më të këthy këtu? No, as nuk du me pas, Rrjetet as nuk du sociale. me hap diçka tre. Nuk don. Jo, se prapë e mbyllin e... Ata? Po. Po thu po friksohen këta pronarët e Facebookut, ky Mark, Jo, nuk thash për Facebookun, Instagramin. për inteligencë globale fola diçka. Ata e friksu dhe kanë internu me të Po, mbyll po, këtu Po. faqet. Po, ata mendojnë që pastaj me koda, shkruj me koda. Po. Okej. Vali, çka kemi na thonë për fund për shikuesit tonë dhe për njerëzit e mbar globit që kanë me të pasë ty nuk të shikojnë veç këta tonë, apo din. Ty të shikon universi, më thonë për te tokës, apo din. Se kishëm elemente. Kështu. Faleminderit që Lutem. ardhë. Faleminderit gjithëve. Shumë respekte për gjithë, love, dashuri për gjithë. Ju dua gjithëve. S'po di, ja kështu. Okej. Keng, Ja. unë të falenderoj që na prite sonte në shtëpinë tonë me një mikpritje bujare që shë ka zanat gjithmonë, apo që është duhet më koni Keng.
edhe Kingu na ka prit në mënyrë fenomenale. Familja e Kingut, apo stafi i Kingut, po me thonë familja e Gjerë, Corleone, është gjithmonë në shërbim të mësaferëve që vinë në këtë shtëpi, në këtë pjesë të planetit që dirigjohet këtë planeti për këtuit. Val akik ti kështu me sen që eshe këtë botën. Po ty tash jam të shumë prej satelitave këtu. Mu? Po, dhe. Do më thonë, më mëni lumëtër. Po, mëni pak special. Nga shtëpia e Princ Vali Corleones, kthehemi në studio. Soj King Marketing një ashtu. Marketing, salute. Salut. Marketing. Salut. Jemi rikëthy në studio, në pjesën e dytë për këtë javë, në emisionin e përjavshëm në Kosovë Show. Falenderojmë ata që përkrojnë këtë emision tash e shumë vite. Cima Construction, kompania jonë gjigante ndërtimeve në Prishtinë, Fush Kosovë, Soharek dhe në mbar Kosovën si dhe pronar i ekipit të futbollit Ballkani Soharekës, që presim shumë shpejt me u kthy në fushën e Gjelbert pas që të na kaloj kjo furtunë që kemi. Pijen tonë zyrtare të emisionit Golden Eagle dhe Relax, pija me e shqitur në mbar botën, tani në treg linjen e pijeve 100% pa sheqer në shishët të Qelqit, e garantuar për cilësinë dhe shijen, pra Frutex është kompania më e madhe në vendin tonë për prodhimin e pijeve energjike dhe atyre Relax. Shkojmë në Spitalin Kontinental në Republikën e Shqipërisë, tek nëna jonë, në Tiranë. Aty është një spital i cili ka një staf profesional me doktor shqiptar dhe nga mbar Evropa. Ju që keni probleme dhe nevojë për konsulta mjekësore, drejtoni tek Spitali Kontinental në Shqipëri. Italterm është giganti jonë i cili na vjen nga Italia, Ferrolinek, brendi njohur italian, për ata që kanë nevojë tani për ftohje severa veç po vjen, drejtonu tek Italterm apo Ferroli, kompania e një orë italiane në Soharek dhe në Prizren. Giganti jonë Golden Imperial në Vetërnik të Prishtinës, vendi ku dasmat dhe çdo hang familjar duhet të mbahet në këtë vend, sepse garantohet për cilësinë, glamurin dhe çdo gjë që e keni ju dëshirë. Shqiptarët dashur e keni tek Golden Imperial në dalje të Prishtinës, pra në Vetërnik. Xford, kompania jonë e madhe e Republikës së Kosovës në doganet e Kaçanikut, na ofron produkte për izolim të shtëpive tona. Çdo shtëpi që do të ndërtohet në vitin 2020 duhet të jetë e izoluar nga produktet e Xford. Xford është kompania shqiptare që më së shumti të dërgon malla në mbar Evropën, sepse ka cilësinë, pra garanton me cilësi. Ukaj Saraj në Ferizaj, fabrika më e madhe e mishit në Ferizaj, garanton me cilësinë e ushqimeve. Çdo trojes shqiptare duhet ta ketë së paku një produkt të prodhuar nga Ukaj Saraj në tavolinën e saj, e sidomos tani më në kohë të iftarit. Mësimi të iftari, restoranti Bellevu në Prishtinë ka filluar me ushqimin për të dërguar në shtëpitë e juaja. Ju mund të merrni në telefon ushqim me nga një menyu e begatshme dhe e keni në shtëpi, pra Bellevu. E dim më këtë Prishtina ku është Bellevu dhe çfarë cilësie dhe çfarë ushqimi përmbajtje, dhe hoteli i njëjtë me 5 yje në rrugën Prishtinë Fush Kosovë me 2 salla për dasma, qindra dhoma dhe një pishinë të brendshme e kemi tek hoteli Bellevu në rrugën Prishtinë Fush Kosovë, ana majt. Ka të shkojmë për pej dhe ana djath ka të hymë në Prishtinë. Aty pra është Bellevu, hoteli me 5 yje. Leoni Palace në Dremnjak të Ferizajt, një hotel gjigant me 2 salla, shumë dhoma, është i gatshëm për çdo event familjar, i cili është ndërtuar në vitin 2019 me një stil barok, klasik, është i gatshëm të ju mirëpres shqiptarë të dashur të asaj anë, po thonë që në Ferizaj është më i miri dhe për këtë garantojmë se kemi pa edhe nga afër. Mobileria Lisi, mobileria më e madhe tani më në Prishtinë, mos themi në Kosovë. Çdo gjë bëhet me punë dore, me mjeshtër nga mbar Evropa dhe me tej. Kemi një ekip gjigante që çdo gjë që ju e keni në fotografi apo është syri juaj, ata e ekzekutojnë dhe u asjellin në shtëpi. Pra mobileria më e madhe tani më
quhet Lisi Arditi Group, një kompani gjigante në Prishtinë që ndërton në Prishtinë dhe në fushë Kosovë, ka banesat e gatshme për banim dhe në shitje me një çmim solid të kapshëm për ne shqiptarët e Republikës së vogël, por simpatike. Shkojmë tek Prishtina e Re apo lagja e spitalit, aty është një kompleks që mban emrin Roni, kompleksi më i madh në atë pjesë të Prishtinës, ndërtuar nga kompania tani me gjigante në Republikën e Kosovës, Ariani kompani e njohur për krejt Kosovën, me prodhimin e dyreve dhe të dritarë dhe ndërtimin e banesave në Mitrovic dhe në Vushtri. Victoria Palace në Trept Kamenicës, e kemi një kompleks gjigant, një hotel me 5 yje, 2 salla për dasma dhe një restorant që punon 24 orë dhe është në shërbim të qytetarëve të asajane, pra rruga për Lugin Preshevës, Kosovën lindore Trept, aty gjendet Victoria Palace, gjendet. Bjen sy ka të shkojsh, s'ka qara pa u pa, sepse është gjigant. Victoria Palace është e hapur, do të hapet tani më për sezonin 2020 që presin Ministria e Shëndetësisë na sjell një vendim që edhe hengjet edhe grumbullimet tona të mbahen, shpresoj që të mos kemi më shpërthim të pandemisë. Visacom është një kompani që ka rregulluar këtë skanografi që ne e shohim tash gati 2 vite, përfaqësues për barisol në vendin tonë, një material i cili na shërben për dekorim të shtëpive, lokaleve të ndryshme, pra Visacom. Tani, çdo shtëpi që të ndërtohet në këtë pranverë dhe verën 2020 duhet të jetë aty dora e kompanisë gjigante Visacom, e cila kryen shumë punë rreth shtëpive në vendin tonë. Faleminderit Visacom që je me ne. Për dukjen time tash e shumë vite, Lamberti tek Pallati i Rinisë, si dhe Flokt, Art Plok, një djalë profesionist i cili ka 4 studio në Republikën e Kosovës për flok, për meshkuj dhe për femna. E kemi këtu edhe Shalaj, kompani e cila është në rrugën Isto Clean, që më i sjell kubzat dhe gurt për muratim. Shalaj është një kompani gjigante në rrugën Isto Clean, që na i ofron këto produkte të bukura me po edhe jashtëzakonisht të forta nga cilësia. Krejt në fund duhet shqiptarët pa qajnë 444 nuk mujnë me e paramendu jetën. Na shqiptarët pim shumë qaj, tani nuk ka më nevoj me pi qaj rusi edhe qaj turk, po kemi qajnë tonë ekstra 444, prodhimi yni, më me thonë maj miri për momentin në tregun tonë shqiptarë. Pas mësafirit të parë që e pam, tani me kemi një mësafir i cili është jashtëzakonisht në trend. Ka qenë trend gjithmonë, po në kohën e fundit e ka një shpërthim. E dojmë të gjithë, na knaq veshin kur ndëgjojmë të këndu, po edhe na knaq kështu me humorin e tij kur e shohmi dhe kur e kemi mësafir dhe para ekraneve dhe para rrjeteve sociale. Bos fjalë për Robert Berishën. Robert, po çështu se na kur pesha çto gjia ne ka pasur ka pasur po zotin. Ai emre? Se a nivel apo në Tairin thos. Po sen. Për më? Vish hajgore kanë bëu xhinia me. Çu mos marrë ngre pra se pas ka thonë lobi mos vaj gara. Nuk kum përqaf njerëz që 2 muaj dit. Robert, apo don relax pa sheqer apo don energji? Ja, po relaksohem se ti që jena energjik të dytë. Apo don moll apo don moll? Dyja të kanë molla, okay? Robert, e thash edhe më herët, e kini shpërthim, do më thonë prej kohës kur të kanë shtinë në konvikt, që ne të 2 javë të ka po hajrë. Po gëtë shpërtheva bashkë me virusin. Po, shpërtheve. A i kinu në këtu. Fiks, e kini shpërthim interesant, që na shoktu dhe që kemi bashkëpunu me ty, na karo edhe puna me qenë bashkë në produktimin e për konzirë dhe na kemë ditë që e qështu. Po publiku nuk ta ka njohë këtë anë, do më ndenë këtë shkollë. E ka njohë që Roberti është një muzikant i jashtëzakonshëm, një këngëtar mandej shumë i mirë, po për që ka humorin këtë nivel, publiku nuk e ka ditë. Gëzuar një herë tani, po t'ja kërsasim. Faleminderit për ftesën. Po, Robert, publiku s'ka njohë. Unë s'jam hi kur kështu live në Instagram. Instagram kam që 4 vjetë, Facebook s'kum pas kur, Snapchat s'kum pas kur, edhe kur s'ka me pas. Unë në emision të tjertë kur shkoj, nuk më jone tash me marrë aty rolin kryesore, mu qupesh 1 orë, 2 orë, kështu që e kom shfrytzuar rastin në live në Instagram, jëm hi, një natë jena hi me Rinorin, Jaronin tonë. Rinorin e përshëndesim. E përshëndesim, menaxherin e Tajnës, kemi qenë New York bashk, koncert edhe në nëzuni taksirati.
A erdhë bashkë ti dhe Tajna o Rinori? Jo, erdhëm vetëm unë e Rinori, shumë mirë që ushtru pyetja. Në pyetje ka kjo. Në pyetje, se më kanë thirrë dhe plot kështu më kanë thirrë sot portalet, a është e vërtet që ajo ka ardhur njëjtën ditë dhe ajo sufut se ke puna e zotit Bexhet Pacolli. Po. Që me të vërtet mu ka do pak pa lidhje, se është Bocin. njëri, sot do, a ka qenë 2 minuta kryetari i Kosovës, a 2 ditë, a një avë, a i ka qenë kryetar. Është ish president. Ish president, është në mosh, disa mirë njohje, ne i ka pru këtu. Edhe i ka bo mirë t'i veni. Edhe i ka bo mirë t'i veni, edhe që me unë e njof shumë mëti dhe moj me më për qysh viteve në vjeta, i ka pas 2-3 mijë punëtor kosovar, në për Rusia, në për qashtu, po ma betex, pi bojmë pak reklam se i ka kushtet e këshia. Ska lidhje, na është të një mojmë pak. Edhe nuk është, Po thu ke, pa drejt që kjo farë zhurë me... Se a i ka kushtet e ka aeroplanin e vetë. Neve na kanë fut në aeroplan 100 veta, normal që na që aty kena mujtë mu infektu. Edhe në aeroport Istanbul, edhe New York, edhe në Prishtinë kur kena mri. Kështu që... Ajo nuk pa... O tu tret, është tash më se hinën. Një ditë ma herët është nisë Tajna, edhe ka pas luturimin për Cyri Shkup, edhe deri sa su mbyll aeroporti, as i Shkupit, as kufit nuk jënë mbyll Maqedoni Kosovë. Edhe ajo shkun shpit vetë, sukon... Po, sukon me juve. Sukon me neve dhe nuk ka qenë që kjo regull që kjo su futën... Po, në karantin. Në karantin Kosova. Kështu që na kena bëni me datën në 19, qatë ditë, se na edhe një natë flejtëm edhe në Istanbul. Për shkak që s'na la Maqedonia, shtetasit Kosovar me shku në Maqedoni. Edhe na e hopëm flutorimin për Shkup, e hopëm për Tiranë. E hopëm kontrolën. E hopëm kontrolën, të shti aeroplanin rikvez më shpejt. Po, pa di hava. Edhe qashtu. Edhe Roberti 2 javë në karantinë. Fillimisht bon në zhurën pak, ishte i paknoqen, në farë revolte, patë një farë. Kur pesh mas një rrugë gjatë me nëzëspret me shku të shpia jote, edhe i patalion ndomas dhuratat e qikës, që më se spret, me qelë koferën e mi lype, gjithë mund i lonë domas që si të mëri aty mi adhonë gëzimi por. Mula në ta. Pa ditë gjo në autobus të FSK-s, e një York në aprit në aeroport pa organizum se o konë dita parë, s'kishën mëri më organizu. Edhe ajo kompani e pastrimeve që e ka pas detyr me i pastru konviktin numër 8 që kena pas fat, që është ndërtim mas luftës ajo ndërtes 8-shi. Se tjerat janë 4 dhoma një banjo. Kjo se cila dhome ka banjën e vetë, e morën e këtë femrën të emë Rinorën, edhe e morëm ka një dhomë. E mirë. E mirë është mashallah. E mirë. Edhe që shto dita parë, unë e më dhe shtetas po. Më thjem të Rinori, a ke pa një fotografi që ka në Viber? Po? Që është kështu... Po që po. I zhveshën me muskuj. Më ka thirë një ditë kem tavoli me i shok temë, tha po thirë Vandamin joni. Jo më thashë ke jo. Jo më Rinori është. Rinori joni, jo po qëfar Vandamin. E ka morë trupin tema, e viç kryshdet, e ka qitë aty. Okej, i viç unë konvikt. Edhe ambasadan në Amerikës unë e thira, kur si kum thirë, kur si kum shfrytzu, thash tankona, jam shtetas Amerikan, po duke e morë për asysh jam shtetas Amerikan, se ta ma puna me thira. Po, pa tjetër. Tha, është pandemi, është virus, nuk kem drejt na me bo kur gjotë kishen luft, vim të marim. Po, kjo është ligjit shtetit Kosovës, që na fotografit nëse s'është diçka në rregull, nëse si knaqin me kushtet. Për një me, që ajo dhumë që u foto më në Rinori e para që na futa, u konë ajo banjo ku ajo kompania e pastrimeve ato gratë, që kun kërku faljet disa erën edhe në live në Instagram, po getë që aty i këshin shtryllë gjëkirat. Në qatë banjo? E pica saj banjo e shku ma një koti 3, koti 2, koti por, po në qatë banjo... Në konë shpajz? Edhe ajo i shkon... Shpajzën e shpijes? Edhe fillun me njera adin komentet edhe në Instagram, na studentat 4 vjetë rrim që aty, adin s'kem që me bodhosh, të ke fundi ju për studioni, edhe po kry një shkollë, këtu në herë kam pritë rren një Shqikoslavi për që ta konvikte, rren një u konë ashtu në listë, apo ta japin një dhomë, apo ta japin një dhomë. Edhe tash është konkurencë e modhe. Kështu që... Po u adaptove? Unë adaptova, për ditës dyti i ka ndresh kushtet. Kërkova folje pra shprirën e parë, maksimalisht. I kum falendëru, krejtë aty stafit, ata që janë konë edhe vullnetarë, vullnetarisht që kanë prush qeme, na kanë kontrolu kështu temperaturën.
Ka një Në një farforme- Renori të jep ke 90. Në një farforme Ma shumë se e ke kere vet. sensibilizu pak opinionin me karantinën që gati, se ke pas fat me qenë fytyrë publike dhe kur fytyrë publike më mandej e ki ma let me Qashtu. sensibilizu, me kërku pastërti, higienë, se është kusht elementar. Me më fështin burg nëse ku mbona i krim, s'më nësh manku për kushtet burgut. Po, kjo është Kosova e ka qitë qatë legjë Aha. që unë e mu fut në karantinë 2 javë ditë, mës me riziku popullin tem, as familjen tem, s'ka problem për njërës, po deti kon kushtet ndreshna. Okej. Në s'po lypi kushtet 7 yje, hotela 5 yje, po pak të me poslo. A të shkumene me ik në herë? Ditën e parë në kanë zonë, me rinorin, po ditën e parë unë nesëm se halo shke ke halakom, Okej. dita parë u konë na kemi qenë 49 veta grupi, edhe që një derë ko ka qëtu vira dalim që anë na adin se hajde se s'qyrë kush, o, rëziko se i kanë me emna, me mbi emna, keti na në shkruna aty kërë Ka thotë, ke me shkruna. edhe ma keq, atin e hojmë na i fardenimi. E këna qenë një derë, po ishën polician të na onë, të ishën organizu mirë. Policia speciale. Edhe vishë tam të provojmë apo për në qaja derë, si e që nejse. Jo, Kofira ndërna, po. Jo, nejsen. Edhe ja, çdo sen ka shku mirë, do shta më lidh për live që jena futën në Instagram. A mujna me lyp sene, veç tesha e që si sene muni anaj laptop, dikush se 2 javë keni me nejtë, që keni nevoj nej sen me punu dhe piktujt, po, është një sent, një mikrofon, një mikset, Po bre? një shok jemi mi Pak bjen, meze, pak meze, pak të gjatë, po të qashkalica. U krima? Edhe në ditën e dytë e kemi bo një kërkes ma qunë në cilin email me drejtorit Me të dërgu. konviktit të Qapodijune. Edhe na i sjellën, jemi fut live në Facebook të rinorit, në Instagram të rinorit, në Instagram temin. Edhe Nisi mandeja e nisja e, po adyne dhe qështu piqës a i ditë e vazhdum. Se keni alë kur mo? Jo, nesëm në erdhe na i morën instrumentet. Se po muzikën e i kemi keni- thy regullat. Po. Se ka qenë fjalla me hi, unë edhe rinorin që aty mas jemi në dhomë, edhe asë njëri tjetër. Knash për veti. 2 veta dhe mi knaq Dëgjusit në dëgjusit në Instagram, po. Që bile masi e përmene hajtë për him në Instagram. Po hin live. Po që Ata shtu ka po si shprehi. besëm që s'po rrijet pa hi. Po thua, tu ka po si po. Ja, tash mas jo Ramazan, po i pak ma roll. Roberti është edhe me, po, që ndale mandej tani, s'ka lidhje. Roberti mandej është edhe me Ramazan të një. Po, është Pe hera Gjinan. dytë, një në Amerike ku ma gjeru 2001-ën, 2002-ën, mu ka dok interesant se s'punojshim që atë ku, minjer mas luftës, nuk ishim shumë të në zonën, se s'është edhe me ulltu, me bo iftare syfyr në për tank shtella. Dhe ju atë sa të jone që ulltu. Qashtu, larg shpis me kilometra është, po. Kështu që si vjetë jemi të tjirë edhe Që se kam po. prit njerëzit ti kur ke hy live, se ki pas ka njerë një gjuh, edhe që nuk e në mësu me ndëgju shumë në për Po qashtu janë gjitë, qashtu kom kërku folje, gjdo dite, gjdo natë, sa herë jëmë fut në Instagram live, ka 10 minuta kom kërku folje, edhe ma ne të regesha një muhabet qysh një dësti jemi, tu munu me fol shvet me gramatike i përzikeve fërkejkalje. Fërkejkalje është kjo përdorët mati, edhe alash emrin shodh fërkejkalje. Kom kërku folje tanë kohën edhe hisha vonë, 11 natës, 12 natës, deri dikon për moshën nër 18 edhe për mi 60, më smini që ato Barceleta nuk i vec pa naj fjallë banone. Pa naj fjallë me bërsh, bili. Që thoi këta në Shqipëri me spec. Okej, qështë e kanë morë mas pari? Qëfar komente ke pasit ka bonë në vazë mas shumë ti? Dhe i tash? Qëre komente pa do në një që folë diçka, ty që shkru në diçka, po qaj mas shumë të të këshyrë. Po dënaj. A i dënë fërë dënë, po edhe, po ti pas ke huq A krejt. i s'mon për ty. Po ti pas ke lujt krejt, atin që si varzene, po aja një kësesht edhe pëshur të kesh. A pja u këthe njerëzve, nuk ja u këthen? Jënë prek komuniteti Rëm edhe Ashkali, disa prej të një, jo krejtën, kom shumë kolegën në Shqipni, sidomos, se janë muzikanta shumë të mirë, edhe s'mujmë pa ta, edhe... A je live? Jo, këna po live, jem, që adhe shpetem pak Jemi live shtu të Roberti mandi, jemi në gjërim, nesër është emisioni, kënë më peshan, ja marja. Ja, mira. So ne e paralajmëroj gjithmonë me një story që ko me hi, kështu që ta se kam prit tash në ora 9 dhe alo ta shpoj iftori, pak ju ka ro buga dhe ti bje pak në vend. Po, kështu që nesër kjo është, apo? Kjo është nesër në 8:30, fillon emisioni, o Robert, he, kujna mëre? Ajo, s'ko ka Rinori, po.
Arnoj live. Barkëqitje në tru. Shumë qas din shqiptarët. A janë shqiptarët pani kështu për me shkrujt, për me komentu në pijama? Janë, kogja. A dhe një vesh pijama të dhe shetë ty atje Jena popull me sens të humorit shumë. Edhe qështu, gjanëm të shpëtimi. Komentet i ke pranu, këtë botën e shokët e ke pranu. Edhe ato pozitive, edhe ato negative. Pak, po mënej, pa komente nuk mund është me minajt gati kësaj pune, me hi live aty, do i hekin kështu ato komentet heki, a hekin atë mundësine komenteve në YouTube. A e ki disirat në konë me vitë tuat? Si qa pas qef mi përmen, po masi veç e shtrove pyetjen. Thash, njën nga kolegët në Shqipëri është prek, 300 tjerë po këngëtare, 300 tjerë kush su prek. Ajo është Barcolet. Po. Gjakovort i qesin vicat për veti, edhe me vetën bojnë hajgare, edhe një Kosovë kesh me ta. Po, bre. Me vëqitënali, me vështres. Po. Kum bo hajgare që qitënaj virusi kishe jashtë të pi qaj, e të ja bo dilin gëzofshit. Gjygimat. Kur kush nuk o prek. Edhe i kuptojnë foret, edhe vëqitënalit, edhe lapjant, edhe drenicakt, kreti kuptojnë, edhe du të me pos Barcoleta edhe me komunitetin Rom Ashkali. A kanë humorin e mirë shqiptarët e Kosovës? E kanë ka humor të mirë në varët kush qyshe kuptojnë, por nuk ka në botë humor pa përmen edhe na i fjallë me... A e kuptojnë humorin, se thashtë të ka ra puna edhe me ditë sa kuptojnë humorin? Diku me shku, diku mu nalë. Ko gjë jena popull I gutshëm, ha? I gutshëm. Ko gjë i ka rabëth, jem po... Dim me shti me kesh njerës, jena fani si popull. Une, kum fillu mas pari me vica, se aty më konvek s'kum pas më instrumente, pin mas ditës tret, na i morën, na i konfiskum policia, edhe vesh me vica kum funksionu ka 2 orë. A din shumë kësi tregime që bëj me kesh? Une mas pari ja kum nis me të rallëzu drejt ku kanë kesh mas shumë ti, që kum kërku falje, edhe është miki i unë i përbasht, uk Gjugja, menageri i shkute. Se? Që që ke thonë? Po për aeroport që e kanë shtjel ato qikat që punë në aeroport, atë jënë se e kanë hongër një. Që që thonë? Në të lejmërot në check-in. Ndalje. Ndalje, u skush njerit, ja ka bun në bjem. Ja ka bun, ha? Edhe aju fut në live, u fut shkurtja. Po. U fut shiretit, ashtë të shiret me mgu, mu e merë lullin. E ja kërset gjumë. Edhe ja kërset gjumë se ko me fliqa, atu kesh, e përshëndesim e të të në shiret. Që thashto, zonin shiret, shumë. Edhe, thasht qëre, që tash kom ju të regu një histori me qëtë menagjerin e shkurtës. E kundohë që ka me ukën, që të në aeroport? Në aeroport Prishtines. Prishtines? Në aeroport Prishtines, Prishtines, ja hangren një shkronjë? Ja hangren G-J, U-G-J, ato edhe qatë jene parë. Se ngaz, G-je shumë. Mas gës kur jene ajo shijet. Nuk shijet. Edhe qika, nashta, edhe o qu herët, pak e ja hangër. Ja hangër jenë. Edhe tha uk, në të lejmërohet në që kena aty në dalje, diçka së është vonë. Po, edhe? Tash mësë më këtë punis? Po tash jo, adin se që aty që kemë në tavolin, ti edin që shmë lejnë në aeroport, tu pina i kafe për asë vonis, ku kime shkuti, ti në dëzëdhër, ti në Sërit, ti në Gjenev, hade i shola kalon mirë, a i sonalke. Uk, po mbyllët geti, apet. Edhe qështu... Sa ma shumë vënësh, thirë jashtë ma shpejt. Sa ma shumë vënësh, rritët. Në mërë me thonë. Robert, mirë, apo në të regon një Barcolet që tashti që se këtë regu kur? Më falë, kush din pe i këngëtorë ma shumë ti Barcoleta? Teuta Selimi. Teuta. Edhe i din mirë dhe i të regon që është misione, une pjandrej Logiken, emnat. Emnat, se qështë mu po mi qojnë Instagram, vicat, edhe screenshot, që a ke niti që ta që e masi e përmenëm screenshotin. Që ka kanë qitë shqiptarët që të ditë karantinës, se a përshet që so talenti o këtu, po nuk kanë pos mundësi mu zbulu, se... Me shpërthy. Me shpërthy se tu ponu e tu... Ku me shpërthy e shkrejt ka më qunë 6? Nese, në gjumë, ishtë të nga në dhëmt, edhe të një kësisht, njëtën ko pordh, pe bëjshë e ondrën screenshot. Këto kërë kom një, unë po të kalëzëj, kush dhe që i ka qitë, kësha pos qef me taku edhe me thonë, ka e qaj e kontu me nuë. Kreativitet. Po,
Se a ki po ka njerë qosh edhe dë vetë a ki po në e ondër haran, se po harashin do ondër, a që ka si në kone interesant. Kështu që tu sa se harë ishë, së nga i dhëmë, edhe port, screenshot, ondra edhe. Kur se haran ma? E vicas që po mi qojnë mund pisele, ati se s'po mëj me pindoj, për shkak edhe që tash është mu i shet i Ramazanit. Prap kërkoj falje nëse disa njerëz. Okej, a kime kalu në show? A kime kalu në show? A kime në emision? Ma ke shtin qef ti edhe Valoni, ma heret para se mu fut këtu ma shtinët në qef, edhe plët më kanë thonë pëse se fillon i show tonin, edhe një sen të avjela. Hajde. Që të që, për kejtë këtë me seneve, përveç këtë me qikat që ki kameramone, shumë mirë, se ta jopin një... Pa tjetër, një farë qëtësie shpërdore. Qashtu, në ndë që të farë nëzëmë si për fundi që kështë edhe kush nuk eshe? Se si ti ki konë të nëzeta. Po. U kryu ma beti naltë, rritë sullak, rritë konë si ti ki të nëzeta. Qka problemi? Shqiptarë thonë këtë nërët komat nërët ke trupi. Jo, edhe dojtë nërësin, këtë nërët komat. Edhe dojtë, po. Këtë vetë nërët ajë në Bruxelles, në Belgjik, thinë telefon... Kuj ki kom? Okej, a është ma zërë me po humor, a me këndu? Humori është arti i shtatë, thonë, është shumë problem me po. Edhe po shumë seriozisht. Thonë, njerës që kanë sens për humor, janë edhe të menqëm. Po, kuj menqëm, nuk janë që kum lezu libra, nuk jam ashtu, po kjo është me të lindme, kjo është edhe mund me konë edhe genetike, nështë në familje, dykon e kena pos hajgaragji. Po, vështirë është mi shti kejtë moshat. Me kesh. Me kesh. Shumë vështirë. Që ato, po marrë kritika për i shokve, unë jam i lindën edhe i rritën në Prishtinë, edhe baba dhe nona në Prishtinë ka lindë. Baba 48 në Prishtinë ka lindë, të shkolla muzikës, edhe nona më ka lindë Gradi Shpejtan. Okej. Edhe këta kodo që janë pak ma të kompleksuma, ashtu kishe zgradalina, apo kupton, kishe, po, s'po përmeni, emna shoki du fërti për shëndeti, po, s'ki be nevoj me folë që ashtu si balë, s'ki qa po folë. Po, qysh mund është me kalëzu të një vitës, ishte Hamdiu dhe Iku, atën si në Shqipni, ose si me folë si Prishtinali. Okej, me gjuhë letrarë humori dalon pak, pak ma popullur. Edhe unë pikazë vallojnë, krejt vicat pikazë që ashtu ma Kosovar që ma strong, ma lapion që po... Po vla. Dhe me thonë që humori bëndë pak popullor. Po më nona me gjetë një vetë që kishim mujt me tregu këto. Mos unë gotë, me ndoj, Hajde ndërkohë, më bjen men. Okej, më bjen men. A din, Robert, që na këtu, në emision të na, prej që ka pellu pandemia, nuk kemi bo muzikë. Kemi dash mu solidarizu edhe me njerëzit që janë të mbyllën, edhe me gjendën e vështirë, edhe me panikin që ke, edhe me krizën që e ka për venin, nuk kena pas hala këngëtarë që ka këndu. Dhe me thonë, me sonte, na do na me thy këtë farë regullit tim bënum, që 2 muaj s'kena pas muzikë, sonte ti kime na këndu për shpirtin e publikut tonë, besaratorin që na këtu në salë. Para 5 vjetë kur kum dalë, po buëm 5 vjetë, që kum dalë prej muzikantit në këndim, kum qenë të te, në emision edhe kum knu, mani kur kum qenë herën tjetër, mas 2 vjetë s'kemi knu, se që ashtu ka qenë doj emisioni shumë, që ashtu kum po pozit, edhe falinderit që po mjepët mundësia, edhe unë menaj që i arktojmë sa do pak. Pa tjetër, sonde kemi edhe muzikantin Robertit. Po, kjo është dentist, po së dhe mura sej. Për një me anë shumë mirë që... Ja, muzin e ka muzikant që 4-5 vjetë. është muzikant dhe matë mirë që i ka këj veni juni. është dhe djali mirë dhe i kulturu. Edhe djali mirë edhe është djali mentorit Krasniqit, klarinetistit, ko gjatë vjetër. Që kja që thamë s'ka ka medalë të një ajo parë. Qashtë është, që e përmeni Gjagji Sabri me një emision që kështë qenë, që gjyshja e Gramosit, nona e mentor Krasniqit, e ka kep flamurin kombëtar, edhe e kanë përdur me një darsëm, dikun e tregoj Sabriadit, kështu që... Haron këtu, basin e kemi qenë për këto... Po flasë për vite 77-78, kur këm lindën e para 42 vjetë, kështu që familje patriota, edhe me vlerë artistike. Ne se këmë Beograd jeton, po kështu... Ajo dihet, okej.
sa e duoni, veç të dia për mua po kame. O mua më tjek gjani, e nuk ka me kën me i qahame. E tash janë që gjithë në kam, fare fisin gusht e i qanë, nuk po munden me ma jek mërzin. Qysh me jek mërzin, kurse kam dashnin. Qysh me jek mërzin, kurse kam dashnin. E tash janë që gjithë në kam, fare fisin gusht e i gjonë, nuk po munden me ma jetë mërzin. Për mërzin që kam kalmani duhan, për mërzin që kam kalmani duhan. Sta kanë ditë kime ti, e sa ne të lash atë di. E mua të shkan gjeti, shumë të pas në dasht, e se kanë di. E tash janë që gjithë në kom, fare fisin gusht e i gjatë, nuk po munden me ma jek mërzin. Qysh me jek mërzin, kurse kam dashnin. Qysh me jek mërzin, kurse kam dashnin. E tash janë që gjithë në kam, fare fisin gusht e i gjonë, nuk po munden me ma jek mërzin. Për mërzin që kam, kaleni duhan. Për mërzin që kam, kalmani duhan. Në u zemra, që ma halo pas ka muzikë, pa halo ko ka të egzistu muzika. Po që janë e kanë shumë mikrofonat mirë për kua? Po. Që shtë e ki stofin teknik shka të shpejta? Kem atje diarti cili është... Shkoj për fillimit? Shkoj për fillimit edhe njerë, Robert, zakonisht ku po kënën? Po kënej nge, për shemë, kështu... Valloj shpëtim ti e konë edhe një 2-3 herë je konë mësafiri jemi me një lokal aty të rruga B. Po, ju morë me të po, për qef kështu. A banon aty... Unë e kam shpinë mbrapa, jo aty ka plot, po në një kënën ti. Edhe e di. Kështu që e di që të kumë po dhe të kumë përshëndet, unë e kënej edhe në kafiqa. Po e di. Nuk jam këngëtar me çmim të madh, tu e marr parasysh që As gjell kështu, tu jo, ty jo këtu. Edhe po më nej, varet që do kushte i lypim edhe nëse është live. Këngëtar tjerë që në playbackut se këshin pas fort problem, ata dojnë veç një bin, që mu po edhe e shtin CD-n. Na jemi pak më ndryshe. Kështu që jo ndo lokale, për fillim nuk kom zgjell. Edhe mani normal që sezon dimnit, Zvicër, Gjermani, gjithë ka diaspora. Fatmirësisht kam në shtetësi amerikane dhe se kam problem për viza, për lëvizje. Edhe më ka pështu. Okej, Robert, e kemi pas të kohë në fundit një vendim të ministrisë ku ndoshta dasmat apo grumbullimet e njerëzve mund munal. Kemi pas edhe reagimet këngëtarëve pro dhe kontra këtij vendimi. Çka ta merr ty menja tashti? Që po thot edhe gramose që dhe kjo zinxhiro kjo punë. Jo veç këngëtarët, muzikanta, kameraman, akse me fotograf, kuzhiniera, kamariera, pronar të sallave. Ka me konë keq nëse ndërprehen, anullohen gjitha këto, po inshallah kem shnetën e vitin tjetër
me që ato të njëta data, i zavendësojmë, se nuk e bën veç Kosova, nëse e bën këtë bota, s'ki qa me bo, a kupton. E kum kuptu shumë mirë, Labinot Tahirin, kolegun ton, e kuptoj, njeri ka hargjime, ka familje, ka, plus, tu e morë parasysh që një mën a i tanë, kohën një mën edhe familjeve, që si kanë mundësit, që s'kanë pardona. E lypi edhe protest, labe. A i lypi protesta, nështë adhe boj, a i umor me qëto sene me protesta. Kështu që, nështë adhe ju vjen marrë edhe njerëzve. A kështë dalën protest, Robert, te për shamull? Nëse, po une s'kam asi komplekse, vëlloj isha dalë. Atë protest nëse veç ja bojnë veç Kosovës, nëse ja bojnë qëto. Nëse Shkupi, Maqedonia, Shqipnia i qelin, unë dalë protest. Del. Se? A gjunë gurë, gjunë vita. Dë pa moje që në trumëllak, që veç ta bojnë birë nuk vrojnë shtu me qitë gjakja, nuk mytaj. Aj, trullohë një gjësunë. Po nuk dhamë shumë. Me do që si të shalës, që shumë shku të shalë, somi në zenë kepe, ki qash kisha morë. I ka një 15 kg njënë. E qashto, me 2 dur do të me morë. A ke mendon e herë më morë me politikë, për shamë, Robert? Kor. Robertin politikë. Kor. A e din që nuk lidhe, nuk kom kur shërcë në partija. Me po vetën në kuvend, për shamë në herë, me po të full Robert Berisha, të ju dojtu qytetarëve. Na shta vesh një herë me ma dhonë mundësin, pak një thonë zët, i ftyrën ja marru. Po që ka që më dhe pasoria, qysha nuk e din kush në qenë në partiju? Kor. Ramushi, ku është? Ramushi në shpenë, Marigon që të në partijën? Oke. Që se din, a gara, i Roberti e din kretë, nuk e di minister kur shërta, këto s'ka din s'jo morë kur me ta. E din shëndetësis, 100% së ashti, ki posë po me ta? A është që Lumnir, jo, Lumnirja është Abdigjiku, po, se nga ka orë puna që është. Po, Vjosa është kryeministre? O, po, Vjosa kryeministre është e sebre e parlamentit. E në runë? Qka po thu? Po, më rëndë runë, po kryeministre gëzuar. Thesha s'peshesim televizorin, kjo e peshesim së s'kollo. Peshesim televizorin, gëmë. Ministre i shëndetësisë është Arben Vitia. Po, shpirtin e non sanalët pak ajo. Ndësh. Po, marë qësh jo? Ahim. Ahim. Prit. Roberti ka qëtë një bosanet live. Po, definitivisht. Ministre i shëndetësisë Arben Vitia. Arben Vitia i shëndetësisë, po. Ky është Lumnir. Lumniri është i Ministrisë Transportit, po, këta ishin bashkë për qëto i kanë organizu. Fishjarti për Amerikës, Ministri i Infrastrukturës, Lumniri. Këtë ka rrasë me në këtë tjetëri. Qashtu, këtë tjetëri, dhe ke zbën Roberti aty në mbledh kalablak në dhomë. Kjo është krem që të bu Roberti, u konë në emision në konë ta. A di që më zëpëllu u konë në fundit? A na që nga kanë shti neve në autobus të FSK-s 49 veta, ajo nuk ka krim. Ja. A kur t'him aty live 7 veta që këna konë në vëmë të bu muzikë, ajo është Eron. Eron se zonit dhe përton, e bordë virusë. E bordë virusë, po. E ngëm, e kom bu një zbulim. A e nje me po ministrin e shëndetësisë? Në ftyrë kështu? Jo. Nuk e nje? Jo. Pasha zotin. A e nje Gidin me po kështu në ftyrë? Gidin po. Gidin po, ngëm. Ministri i shëndetësisë kur t'plakët edhe pak, ka mu dokë si kur e plaku i KFC-s. Original! E qëta shpedi ku shko ka? Original, a vedin? E kanë qitë, diku në Instagram, a që kjo është Arbenia? Po. Arben Vitia, a është i Vitis që kjo se... Arben Vitia, por a i një garanti në Kosovë. Arbeni ka qenë drejtor i Departamentit Shëndetësisë në Komunën Kështë po tu Arbeni ka qenë kështu, qenë snajtë sharit atë të madhë. Më konë drejtor të Departamentit i Shëndetësisë në drejtorinë për mërejnë komunale këtu. Mirë. E pse me politikë lidhës? Nuk e di kur s'kum pas qef mu morë se unë jam këgjani gjenerat, unë jam 78, 42 vjetë i bëj, jam i rritun me të nga shuj, ka ki po plesht të erë, shuj, lojme. Kur si kanë kuptu, që ka thejshë? Petët e nitës me 3 vjetë so moj men, që atër e pa ta qile dhe Facebookin, jena lodh me këto sene. Edhe sot të ndodhë kur gjë për 20 vjetë që unë e mu morë me ta, ish. Aut, dhe më thonë, ti mundës më konë njëri maj lumë të në Kosovë? Pasha zoti po. Mundës më konë. Që edhe peshe dhe flakës më kanë thi, se nuk mirëna me ta, heq. Jo, ti bashkënaqesh. Që shke mujtë me, kjo problem i shoshnisë tonë, që shke mujtë ti, po me të thonë logika jote, që shke mujtë me bo blok politikës. Të na, mundët një shqiptari i Kosovës mësë me hangër buk, a mos mund me politikë është problem. Ti që shke mujtë me anashkalu, vëllo. E ku më anashkalu, unë të e ditë, ti e krejt tjertë që 20 vjetë kom qenë me Sinonin, Vlasalion. Jo kështu s'kena kalu, po kena... Po muzik. Po muzik, bashkëpuntor. Aj, mas të ndjerit
të mallit Ibrahim Rugova, ka bo shumë e ka do shumë edhe u kry ke koncerti, a e para se mja nisa, kur janë hinë mua bet, politik, edhe vi që më qu, gjithmonë janë qu, edhe kom, po, qashtë. I paske po bitash. Diqysh, so muhabeti mirë mundët mu bobre, me tragu vica, qysh kalume, a e pe që aja lile qysh kësejke në vola, ne këne me... Qka dush më shme diskutu, veç politik më sen. Sa ta vetë si në të di që e në të bo, e ty po dënë tash aty në mu marë me ta... Pikojt. Pikojt, po. Pijome. Jo, vlog. Nisë atë e na ke bak ma letë se aty në zetë. Mos i ka nërë, mos i ka nërë. Jesë, është mira. Okej. Robert, qka ka me bo Robert Berisha në verën 2020? A ki bo kong gati? A ki me bo kong bashkëpunime? është një bashkëpunim me Kriketin, producentin tonë të njoftën, që nga këtu e përshëndesim po e përshëndesim, edhe menaxherin e ti rinorin, Friends Entertainment, që është ajo studio që kanë edhe bon bashkëpunime ai me disa këngëtar, edhe është një këngë shumë e mirë, është përpunim që mu ka ofru ajo, tu me marë parasysh jemi bo edhe shok të mirë, kështu që karantinë 2 javë, edhe në Amerikë një javë, 3 javë, kështu që tash jemi të pandashëm. Okej. Besoj që me qatë projekt në qëto kushte, që s'kemi mundësi edhe me dalë me bogjerime tash e me marë modele e sene. Shpresojmë që pak mu liru situata çfarë është. Po, pej nesër. qatë projekte kam, tjera s'kam, vera 2020 qysh bot për kretë, komu bot dhe për Robertin. A ki mendu mu këthi në Amerikë për shembull, në qoftë se ndalohet organizimet të mëdha, tasmat. Nesër vazhdon kjo, nëse zgjat kjo situatë kështu, unë të ardhën tjera biznis tjetër nuk kam. Burim vetëm e ki muzikë. Po, burimi vetëm është ai bërimi stilisë, shimshën, ai që shkojmë, ai bërim... burim Krasniqi, burimi producent. Qaju. Kohë që të lijet, na ja morim shpesh, bile falenderojmë për këtu. Kështu që duhet me shku dhe mos me zgjedh me punu qka të më afrohet për para. Qka kështë punu, për shembull përveç muzikës, qka kështë bo? Taksi. Taksi? Uber, po, taksist. Se shumë letë, se me Uber, s'ki nevoj me bu muhabet me ta heq, as me marë pare, po, është me aplikacione, bujmë pagesën, edhe... Po thu që taksi e kështë po, pa problem punën? Pa problem, me navigacion, paret hinë me aplikacion, Po, s'ki nevoj mu marë edhe me një telefon qëtu. Trap, lodhësh, se një vetër mirë dërë me shku dhe në toaleta në esen, offline, si e të punu, online, shkone merë, po, edhe deri sa mu kishtë qelë puna me këtë profesion temin. Robert, unë e mendoj që ti jeni ideal që nuk të vjen marrë asë një punë me bo. Për shembull, a kisha punu kamarier? Kamarier kisha punu për zdi. Pse? S'moj matë si tabak, shtu 2 gota, kisha mujt, 2 shisha, po bëhi s'ka të bëja ja me kur gjo. Po thua? Që ditë shane për do diskoteka, 400-500 vetë, i hull. Po. Qështu si ti Vital? Po. Trap, 82 bira. Po. 14 600 Eagle, si qka e këto, po, dobull. 600 franka në dobull, kështu me qmim po drumit pijev, se me ta ty 2.000 frank. Po të kalëzej. Plus aja edhe. Edhe ata të shtynë, edhe që shemojnë balancin. Ka njerë ata bojnë kështu. S'kisha mujt. Nuk shë mujt. Kur zhinjerë zdi me pregadit. Okej. A dim plus me qitë? Plus që kështu në ndërtimtari po thua, po, edhe ndërtimtari kisha punu në Amerikë. Po, pasha zotin, i kanë do farë. Ato uniformat i kanë të mira, do të cëkulla, do të sena, do dorza, të lak, kisha punu dhe dërtimtari. Unë besoj që s'ka me pas nevojë, se ka mo normalizu situata. Po tonë që kur farë komplekse morëm me vjellë, edhe me të zonë, se s'është edhe morëm me vjellë, po me të zonë është morë. Pa lojnë taksi, dejnë shtator, e shtyti që ishë për temë. Po, ma nej? Që mi gjonë një 2 mjerë, hajde dejnë të tërë. Dejnë të tërë për shtysha. Robert, na ke knojtë sonte, ta shti na kena nevoj me qenë se e ki dhe maestron me vete, Gramosin, me na bom muzikë, me na knojtë, një pyetje kam kështu, a ke me provu në here me të regu në i batorit të knu? Se di se kom provu, vëq besoj që kur t'ja nisim e gjitha. Që më pyte për shonë, nëse veç sartoj se ko gjama kishtin qef, edhe plotëm kanë thonë, pse jo, dhe në munësh. Ti do të mja nisë? Vet i bi pianos, vet kënoj, e kom orkestrën. O djallu, u ka donë publiku, se që ajo është ajo materiali i parë, bazë, landa e parë, po donë publiku.
sidomos që tashën që të situatë, njerës jenë për shtëpia dhe ku pas shikueshmëri shumë. Natën e parë ka pas 24.000, manin kur jom hiu në vetë shtu 14.300, më çëshë njerëz screenshot. Jo kështu tu i shtrëngu dhënë pas si screenshota. Dua Lipa ka sa milion followera e ka, i kish pas 18.000. Po Dua është këngëtare e mirë, është çike bukur, po s'do të thonë që tash tu fol aty mundet më majt njerëz online. Ftimi majt njerëz afër të fol. Live po. Kështu që 2 futbollerat të Realit. 2 të kishin hipër njerë, i kishin pas 4.800. Okej, ti sa ke shku ti maksimumi? 14.300 i kum pas, live vet, pa muzikë, kështu, 2 orë, me të nejtë 14.300. Janë shumë. Normal që tash ka ramje. Është normale. Ka ramje se kanë fillu dhe njerës po mërzit. Edhe më mërzit edhe po ka plët sen e tjera mu marë, filma, Netflix, a që Netflixin e kum hargjit. Për një me? Në të këtat Netflixit, sajnë ato e bleni serial, veç për ty. Skima. E kum hargjit. I këtë olë në fund këtë filmave. Publik i dashur, ishim në këtë pjesë të dytë të këtij emisioni me Robert Berishën, një djalë që e dojmë tonë, e njohemi tonë, një këngëtar i shkëlqyeshëm, muzikant i jashtëzakonshëm, që sonte e patëm në emision, e kemi ftuar për arsye se kohën e fundit është shumë trend, është një djalë që po i shtim me kesh shumë njerëz, një djalë që po i bën njerëzit muni në këto kushte të mbyllura, një djalë që po reflekton pozitivitet dhe diçka të mirë që ka me orë prapë dhe ka më kësu gjendja normale në vendin tonë. Nuk është lehtë me i bon njerëzit me kesh, e Roberti këtë punë po e bon mas mirë këtë kohë të izolimit. A thash në i sen? Me mujt, me përsërit, se valloj ma kerit menjen kërgjot. Nuk të këmërit menjen kërgjot, se që shto është, Roberti ka më në këndu tash për publikun tonë. Marketing, këthejemi me Roberti, me atmosferë. Po e zomë, gati si nej parti ose nej një dy kong të leta popullore për masiftarit shkojnë mirë, me qaj. O kry, shkojmë. Po të përbej pash Perëndi O ti që mjesi mollarë Po të përbej pash Perëndi O ti që mjesi mollarë O ta kam njoft moj bukurin Qysh se t'ka rrit në nëndje O ta kam njoft moj bukurin Qysh se t'ka rrit o nonandje Qo more regjo o ti te sana O dërsën t'bone po t'bon nona Qo regjo qo djallo O qo ma i miri nonës om Se s'ka nana tjetër om Qo regjo qo djallo Qo ma i miri nonës om Se s'ka nana tjetër om O ti sa hoti, o ta bon drekën nona goti Qo regjo, qo djallo, qo sokoli nonës om Se s'ka nona tjetër om Qo regjo, qo djallo, o qo sokoli nonës om
se s'ka nona tjetër o. Se flok të verdha me si të zi moj Magdalena, se flok të verdha me si të zi moj Magdalena, si haroj moj do të përje Magdalena, moj Magdalena, ja do të mare, ja do tes Magdalena, moj Magdalena, o si haroj moj do të përjet Magdalena, moj Magdalena, ja do të mare, ja do tes Magdalena, moj Magdalena. Se në balkon lullet kanë qenë moj Magdalena, se në Kosova shon lullet kanë qenë moj Magdalena, o këputeni dhe falë ma mu Magdalena, moj Magdalena, të kanë dashte prap të du Magdalena, moj Magdalena, puteni dhe fal ma mu Magdalena, moj Magdalena, unë pa tyje të i pa shpes Magdalena, moj Magdalena. Hey! O zambak, zambak ku i bardhe, o vapa mar. O zambak, zambak ku i bardhe, o vapa mar. O je maj miri, o në mahale, o vapa mar. Je maj miri në mahale, o vapa mar. E moj zemrush, e moj taklush, syrin si kur rush. E moj zemrush, e moj taklush, syrin si kur rush. O në mahale, o në qytete, o vova mar. Në mahale, në qytete, o vova mar. O ty t'ka baza për hasrete, o vova mar. Ty t'ka baza për kimete, o vova mar. E moj zemrush, e moj shpetush, syrin si kur rush. E moj zemrush, e moj taklush, syrin si kur rush. Bravo të koft, Robert Ngom. Ti Ramazanin të ngjinu po? Po. Ke bo se vap me mu mas pari. Me ekipën tonë që kemi shumë të koncentrume dhe kemi gjiru në kushte të jashtëzakonshme që 2 muaj. Edhe shikuesi jonë që me pa muzikë çdo javë, nuk ka po. Sonte e theve ti këtë rregull dhe vazhdojmë nga javash me çdo notë me shohun tonë si zakonisht. Normal, jeta vazhdon, kjo është punë e jotja, profesioni joti, njerëzit kanë nevojë mu knoq, bolljen me shqetësuar me këtë situatë. Po shpresojmë që edhe ka me kalu kjo gjendje jetash. Robert, do të falenderoj shumë që e ka sonte pjesë e emisioni. Na turojmë shumë fat edhe në karrierë si këngëtar, edhe si taksist, nëse shkon në Amerikë se nuk i dihet, edhe në qoftë se fillon me emision,
kemi me të suportu me aqë sa kena mundësi. Shumë Se faleminderit. ti je një djallë që kërkujt e i sot, si ke thonë jo. Edhe në emisione, edhe kasht me bajt për krejt me tipën. Mos të harrojmë që përmes emisioneve, përmes showt si ti që i ke, çdo artist ka përparu edhe është reklamu edhe i ka plasu këngët e veta, kështu që do të me audit edhe ju e për njerë. Faleminderit edhe juve që jeni pjesë e pandash me emisionin. Na vetë, pa juve, pa mësafirt natyrat ndryshme, nuk kishim mujt me mbajt emisionin tonë tash e gati 5 vite. Faleminderit për ftesën, në emën tënë, në emën tim, edhe gjithë stafit të Kosova Show. Faleminderit shumë. I dëshirojmë agjerim Të letë. të lehtë të gjithë besimtarët fesë muslimane. Publikit dashur, ishim me Robert Berishën në këtë pjesë të dytë. Faleminderit stafit tonë që realizon përjavshëm këtë emision. Shihemi në javën tjetër, nëse nuk gaboj prapë ka me qenë diele. Natën e mirë.